Shikues të nderuar, përshëndetje, po e nisim javën së bashku me një temë që është po aq e ndjeshme aq edhe shqetësuese për shoqërinë tonë. Do të flasim për rritjen e krimeve dhe dhunës brenda familjes. Një temë kjo për të cilën kemi diskutuar vazhdimisht në emisionet tona, marr parasysh faktin se të tilla raste janë denoncuar dhe kanë çuar madje edhe në tragjedi shumë të frikshme në vendin tonë, janë raste që vazhdimisht përsëriten dhe raste që dëgjohen gjithnjë më shpesh dhe na tregon që kemi të bëjmë me një fenomen që është realisht në rritje këtu në Maqedoninë e Veriut. Pikërisht familja që duhet të jetë vendi i sigurisë, mbështetjes dhe i mirëkuptimit, dal nga dal po shndrohet në një vend frike, tensioni, keqkuptimesh. Çka ndikon në këto tensione, në dhunën që vazhdimisht shkaktohet brenda familjes, që çon madje edhe në krime siç e përmenda paraprakisht, është shkaku ekonomik, kushtet e rënda financiare me të cilat përballen qytetarët e Maqedonisë së Veriut, stresi i përditshëm, dinamika e jetës tonë, rrjetet sociale, konfliktet globale, çka ndikon për të quar në situata të tilla, për të kuptuar edhe më mirë shkaqet, por edhe mënyrën se si mund t'i parandalojmë këto neve si shoqëri. Kemi të ftuar sot psikologen Elif Jusuf. Mirë se erdhe në Alsat. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që gjete kohën të vish sot edhe për të folur për tema të rëndësishme të cilat i trajtojmë këtu në emisionet tona. Elif, si psikologe, si e sheh ti rritjen e krimeve brenda familjes, sidomos siç e pam edhe në material gjatë kohëve të fundit, kemi një rritje edhe më të madhe. A kemi të bëjmë me një fenomen në rritje? Po, realisht Lisa, kur flasim për dhunën, aq shumë jemi bobajat duke diskutuar se cilët janë llojet e dhunës edhe çka e shkakton edhe kështu me radhë, saqë mendoj se nuk ka nevojë të përsëritet se çka është, po të fokusohemi se si mund t'ju ndihmojmë tjerëve që të paktën të bëhemi zëri i tyre ose t'ju ndihmojmë ta raportojnë. Ajo se a raportohet më shumë, a është në rritje, është interesant fakti se dhuna ka ekzistuar gjithmonë. E dim, do me thonë, me dekada vazhdojnë, kemi të dëgjuar, kemi shumë të njohur, po tash fakti se rrjetet sociale, linjet telefonike e kanë mundësu që pak më shumë të raportohet. Vetëm në vitin 2025, me aq sa e di, dikuret 4.000 diçka raste janë që janë të raportuara. Po e keqja e kësaj është se këto janë vetëm raste të raportuara dhe mendohet se vetëm ky numër është diku 2%. Mos ta mendojmë atë pjesën e rasteve të paraportuara. A është në rritje, a ka më shumë dhunë se sa ka pas më herët, nuk e di, po a raportohet më shumë, besoj që po, për faktin se ajo që përmenda se jemi bobajat duke diskutuar se çka është dhuna, dikuj na i ka hinë vesh një fjalë, edhe kjo që ne kemi diskutuar vazhdimisht ka arrit që ta vedisoj dika. Edhe ai vedisim ka mundësu që një person tjetër ta raportojë dhunën. Edhe kjo që ne vazhdimisht të përsëritim, mendoj që ka arrit diku ty në përveshjet e njerëzve dhe raportimi është më i madh. A është dhuna më shumë, ajo pjesë mbetet shumë e panjohur. E kemi parë, sidomos në shoqërinë tonë, që njerëzit gjithmonë kanë qenë gratë, sidomos të friksuara për të treguar se çka ndodh brenda familjes, po për këtë pjesë do të ndalemi edhe pak më vonë. Cilat janë disa prej faktorëve kryesor psikologjik që çojnë deri në dhunë ose deri në krime brenda familjes? Faktor janë të shumtë, po disa që mund t'i përmendim është ajo që dhunuesi ka pas ndonjë traumë pa përpunuar me vetën që e manifeston këtë mënyrë. Rolet e mësuara, do të thonë, modelet të mësuara prej fëmijërisë, nevoja e vazhdueshme për kontroll, varësitë e ndryshme që shkaktojnë dhunë jashtëzakonisht shumë, varësia e bigjozit, e duhanit, e alkoolit e kështu me radhë, janë disa faktorë që realisht shkojnë bashkë. Për shembull, të marrim një rast thjesht, nëse supozojmë dikush ka humbë në bigjoz, edhe normal është i mlefost, është i frustruar dhe përderisa nuk din si ti përpunoj këto emocione dhe nuk din si ti rregulloj, kjo është edhe një faktor që harrova ta potencoj, nuk din si ti rregulloj emocionet e veta dhe vjen në shtëpi, edhe shpërthen në shtëpi. Mënyra se si shpërthen është mënyra se si e ka mësuar prej fëminisë. Mund të jetë ndonjë traumë që e ka aktivizuar që të reagon në atë mënyrë. Domethënë janë një grup faktorësh që në shumë të rasteve funksionojnë bashkë edhe sillin rezultate që vetë se i kemi të njohura. Pra është ajo mungesa e inteligjencës emocionale që e diskutojmë shpesh tek njerëzit edhe kemi të pranishme që ndikon ndoshta humbja e kontrollit, kur nuk e din se çka bën në të tilla raste sidomos. Sa ndikon edhe stresi kronik, frustrimi, kjo mungesë e kontrollit emocional që e përmendëm deri më tani, se jetojmë në një epokë shumë dinamike, me krejt digitalizimin edhe gjithçka tjetër që ndodh rreth nesh, është shumë e vështirë për të pasur gjithçka në kontroll. Shumë mirë potencove këtë pjesën e pjesës dinamike të jetës, aq në lëvizje jemi,
që nuk kemi hapësirë të ndalemi dhe të mendojmë, ok, çka po ndjej unë tash? Se nëse e krahasojmë stresin tash me stresin para disa viteve, ose të prindërit tanë, nuk mund të themi që ato nuk kanë pas stres, po stresi dallon atëherë me tash. Stresi atëherë ka qenë stresi për mbjetesë. Të sjell mjete financiare në shtëpi kemi për të ngrënë kaq. Edhe kjo ka qenë diçka që të gjithë e kanë pas. Gjithë e kanë pas një shqetësim të njëjtë. Kurse tash stresi është shumë i heshtur, më i mshehur, më i brendshëm, edhe kjo, domethënë secili e ka një lloj stresi të brendshëm. E ka një lloj ankthi, një lloj ndjesie se nuk është i mjaftueshëm, krahasohet me tjerë vazhdimisht, është një lloj konkurrence e panevojshme, edhe kjo sjell frustrim, ankth, stres, edhe kur kjo akumulohet, edhe kur plas, edhe kur nuk dim të rregullojmë emocionet si duhet, plas mënyra jo të bukura. Prap dalim te ajo pjesa e rregullimit emocional. Nëse ne arrim dim të rregullojmë emocionet e tona, dim si ta menaxhojmë stresin e përditshëm, nuk vjen deri te kjo. Po për fat keq, aq pak dim se si të rregullojmë emocionet e tona, saqë ndodhin këto fatkeqësi që vetëse i di. Sa ke parë raste, sidomos gjatë periudhave të fundit, a sheh, e vren këtë aspektin që njerëzit janë shumë të ngarkuar emocionalisht, edhe nuk e din as vetë se prej nga ka buru e gjithë kjo stres, frustracion? Hiq më larg, unë vetë e shoh te vetja se nuk kam hapësirë të ndalem edhe ta mendoj se çka po ndodh me mua. Jo që nuk kemi kohë, po thjesht aq shumë mbesim te një pjesë. Supozojmë ndodh diçka në punë, edhe unë vin në shtëpi dhe marr atë prej punës në shtëpi. Edhe gjithë ditën unë jam me atë se çka ka ndodhur në punë, çka ka ndodhur në punë, edhe nuk kam fuqi ti mendoj emocionet e mia. Shumë para disa ditëve një kolege në punë tha, ndalu edhe mendo pak për veten. Kujdesu pak për veten, edhe ne e kemi marrë sikur jo, nuk duhet ndalem, se nëse unë ndalem jam e pavlerë, atëherë puna më përfaqëson mua, ma jep mua atë vlerë. E nëse unë ndalem, atëherë kush jam unë? Askush. E ne kur vazhdojmë me këtë shpejtësi çdo ditë, normal që nuk kemi kohë ndalë edhe me mendu se çka ndjej ose si jam, ose sidomos te gjinia mashkullore, që kjo edhe është sikur tabu, themi. Nëse një mashkull ndalet flet për emocionet e veta, wow, është shumë. Nuk je burr. Nuk je burr. E leje më tysh ma në pjesën emocionale. Te femrat është pak më normalizuar, dalim kafe, bisedojmë për shqetësimet tona, kurse te meshkujt është jashtëzakonisht shumë tabu. Ki shqetësim, je i mërzitur, mbajen vetë kala. Edhe nëse humb një person shumë të afërt, mashkulli nuk e ka atë liri, të çaj, ta flet mërzin. Jo, jeta vazhdon se ti duhet të cilësh parë në shtëpi. Edhe kjo më duket sikur i ka pengu burrat që meshkujt në përgjithësi që t'i kuptojnë emocionet e veta e të mësojnë mekanizma se si ti rregullojnë ato emocione. Të dalim pak tek një temë tjetër shumë të rëndësishme për të gjithë qytetarët. Besoj, neve e dim gjendjen ekonomike që na përfaqëson neve në Maqedoninë e Veriut këtu, sa ndikon kjo krizë ekonomike edhe pasiguria financiare e qytetarëve në rritjen e të tilla rasteve? Jashtëzakonisht shumë, diçka që vetë se dihet. Atë përmenda pak më herët që sa fitojmë ne, aq vlerë kemi. Tash nëse unë fitoj më pak, unë kam më pak vlerë. Sidomos te gjinia mashkullore, mendoj që kjo është edhe më e potencume. Sidomos kjo pjesa e rolit që ka mashkulli, rolin e siguruesit, rolin e furnizuesit, ai që duhet sjell para në shtëpi, e nëse kët nuk arrin ta bëj, nuk arrin ta përmbush këtë rolin mjaftueshëm, ai sikur e ndjen veten të pavlerë, të pamjaftueshëm, ajo ndjesia e fajit, e dështimit, edhe kjo që përsëri e tha vazhdimisht, kjo pjesa kur nuk dhe mi rregullu emocionet e tua, kjo frustrimi që vjen edhe shkakton agresivitet, irritim, kështu me radhë dhe konfliktet ndryshme, dhe këto normal që sjellin edhe pjesën e dhunës. Diçka tjetër që është shumë rëndësishme te ne është edhe kjo pjesa se gjinia femrore tash vetë se ka fillu pak më shumë të punoj sa ka punu para themi 20 viteve. Edhe tash femrat punojnë edhe në disa raste dhe sjellin më shumë tolla në shtëpi. E kjo është sikur kërcënim për mashkullin. Mashkulli këtë e sheh si është e marrë rolin tem, roli që më takon mua, edhe e sheh veten si zaventsueshëm. Thotë nëse femra arrin fitoj më shumë se unë, atëherë unë shumë lehtë mund të zaventsohem. Edhe hyn në gjendje alarmi, që shkakton pastaj konflikte ndryshme, lloj krize që mund të ndodhin në familje, që mund të sillin eskalime të ndryshme. Domethënë tash kemi dy anë të medaljes. Nëse deri tash kemi pas raste dhune në familje për shkak të tensioneve që janë shkaktuar nga stresi i punës, e ka pas rolin mashkulli për të sjellë të ardhurat në shtëpi, tani ndjehet
rrezikuar për shkak se gruaja në anën tjetër ka fituar sadokudo këtë fuqi. Si manifestohet i gjithë ky presion ekonomik që i bëhet individëve sot, qofshin gra apo burra, në sjelljen e tyre të përditshme brenda familjes? Si mund të shohim të vrejmë tipare që na tregojnë për dhunë, si pasojë e presionit ekonomik? Personi që vjen, që është dhunus, themi, nuk është që ai vetëm një herë ka shfaq atë agresivitetin edhe e ka godit viktimën edhe u all dhunë. Është diçka, është proces, është diçka që ndërtohet, nuk është diçka që ndodh sot për sot. Themi, vjen viktima e thotë ma kam shu një herë dhe nuk përsëritet, jo, asesi. Ka ndodh shumë sejnë para që ne i kemi mbyll syt, ose viktima i ka mbyll syt, edhe kur vjen ky rasti ekstrem, na ua çuditemi. Kontrolli, pjesa kjo e xhelozis, mashkulli, sidomos në aspekt financiar, nëse nuk arrin sjell mjaftueshëm të holla në shtëpi, ai bëhet jashtëzakonisht shumë xheloz dhe kontrollues. Se tash po i heqet një rol, edhe ai mundohet kapet me një rol tjetër, që thojnë ana ti kap dizginat në dorë. E shef që diçka është i hik, mundohet ta marrë atë bunin me një formë tjetër, me një formë që e ka mësu edhe ai prej babës ose prej gjyshit, ose nuk është diçka që sot për sot edhe ai e ka mësu. Shfaqet në shumë forma të ndryshme, nuk është, siç thash, nuk është që goditja ajo është pika e fundit. Ka shumë sende që ndodhin paraprakisht që i vrejmë, po preferojmë mos t'i vrejmë edhe bëhemi sikur ju ka ndodhur krejtve, nuk ka ndodhur veç mu, nuk është kur gjë, krejt firmave ju ndodh, është pak edhe mentalitet të ne. Domethënë kanë shumë faktor, bile edhe një diçka që lidhet me aspektin financiar është kjo që burri e mbaku letën. Me thonë, femra punon, po para ti sjell në shtëpi dhe burri e mbaku letën, edhe femra nuk ka asnjë lloj drejte të vendos për parën e vet, ose të blej diçka. Edhe kjo është një lloj dhune, edhe kjo është një lloj red flag që thonë anglisht. Ka diçka këtu. Nuk është thjesht goditje edhe ndodhi. Shumë se inde paraprakisht ndodhin që vjen deri te ky eskalim. Të dalim tash tek diçka tjetër. Ne jetojmë në një epokë digjitale, e di, më është për pjesë jona, rrjetet sociale flasim për ne më shumë se sa flasim neve për veten. Çfarë roli luajnë sot rrjetet sociale pikërisht në këtë fenomen? A e përkeqësojnë më shumë situatën? Edhe për mirë edhe për keq mund ta shfrytëzojmë. Për mirë është ajo që tash shumë më shumë jemi të informuar rreth gjithçka që ndodh. Shumë më të lehtë kemi qasjen deri te institucionet që mund të ndihmojnë, deri te policia e kështu me radhë. Është shumë më e lehtë dhe jemi shumë më të informuar edhe paksa e marrim një lloj vetbesimi për me arrit me kërku ndihmë, se një femër që është e dhunuar ajo mendon që është e vetme, edhe mendon që askush tjetër nuk e përjeton atë që e përjeton ajo. Edhe kur del ndonjë themi grup në Facebook ose në Instagram, edhe dalin shumë femra që thojnë edhe unë kam qenë pjesë e një familjes dhunuese, del edhe një tjetër dhe ajo e merr një lloj vetbesimi, thotë ok, nuk jam vet. Një lloj sigurie. Një lloj sigurie, të paktën të ketë dikë me kanë mund bisedoj. Kjo është aspekti pozitiv, themi. Aspekti negativ është ajo se aq shumë jemi izolu, edhe aq shumë jemi mshef mas rrjeteve sociale, saqë nuk arrim ta dim se çka po ndodh në jetën e tjerëve. Domethënë, kontakti është një mesazh, një reels, që është shumë interesant, një shoqë dje e pyeta a ke fol me filanën, themi, edhe tha po ja kam dërguar një reels në Instagram, por nuk është komunikim. Nuk e din ti çka po ndodh në jetën e asaj, edhe sikur e kemi humb këtë kontakt, këtë lidhje, këtë mbështetje prej njëra tjetrës, edhe nuk e ndjen viktima jo të nevojshme, po sikur nuk e ka atë liri të mbështetet te shoqja dhe t'i tregoj çka ka ndodhur, se e kanë humb kontaktin ato me vite. Është humb ajo kontakti, ajo takimi fizik me persona, dalim ta pim një kafe, se kur del ti në fytyrë dikton personin tan të afërt se ka ndodhur diçka aty. A me mesazh nuk ka shans ta dim. Për fat keq kjo vetë se u ka bë diçka, ndoshta për shkak të jetës dinamike që e kemi, kohës që nuk e kemi, rahatisë që e ke prej një shtëpi e dërgon një mesazh, se në shumë të në rasteve ne shumë mirë e dim se ku ka dhunë. Sidomos nëpër familjet tona, nuk ka person këtu që nuk e din se një person që është të përjetu dhunë. Po preferojmë të mshefim mas rrjeteve sociale, so shumë më e lehtë themi se dita. Se sa ta thësh, a ki nevojë për diçka, a kështu, po e shkruaj tani mesazh, nuk më tha që ka diçka. Më shefemi pas kësaj edhe sikur jemi distancu, jemi izolu, themi. Pse jemi në vetë friksuar me që e përmende këtë pjesë? Pse jemi të friksuar për të ndihmuar dikë në nevojë? Nëse është pjesë e familjeve tona, shpesh herë themi, ok, nuk dua të përzihem familjen e dikujt tjetër, nuk dua të hyj në atë mes. Pse nuk
Shumë mirë që e përmende këtë. Janë do video që po dalin për Instagram që bëjnë kështu eksperimente ku një vajzë kërkon ndihmë prej personave të huaj, edhe shumica, 90% rasteve, bëhen sikur nuk e kanë pa edhe kalojnë. Edhe bashkë një ditë e mendoja thash po të ishin i njëjti eksperiment të ne. Ne çka do bënim, se isha shumë e sigurt që edhe ne do i mbyllnim sytë do kalonim. Është ajo frika mos të përzihem. Se sidomos te gjinia femrore, këtë çka e kam hasur se supozojmë vjen ti kërkon ndihmë prej meje, është tu më dhunu personi jam i afërt. Unë do mundohem aq shumë tike që mos përfshihem se dhunuesi që vjen te ti vjen edhe ton. Ma prish rahatin shpitejme, ma prish rahatin pun, më vjen ndoshta edhe më kërcënon. E që ti iki unë asajna, ta mbajat rahatin që e kam, preferoj mos përzihem, ti mbyll veshët, ti mbyll syt, kaloj. E kjo e ka shkaktu situatën ku jemi sot. Ky numri në rritje që është çdo ditë më shumë. Kjo që ne si shoqëri nuk bëjmë kurrë, se vazhdimisht i fajsojmë institucionet, që jo që edhe aty nuk është faj, po ne si shoqëri nuk po bëjmë asgjë. Siç thash, nuk ka shans një person prej këtu mos ta dim që është viktim. I mbyllim syt, e normalizojmë, na ka ndodhur neve të ndodhë edhe ty, kur gjë nuk është, kalon edhe vazhdojmë. Se kur e pyet shembull shoqën si je, edhe ai thotë, po valla këshire nuk jam mirë, ama e din ti e bën pyetjen thjesht mirë jam edhe kalon, mos hyr shumë detaje, se nuk jam e përgatitur unë të mbështetje emocionalisht, ta prish rahatin time. Që është jashtëzakonisht shumë gabim, po e bëjmë si shoqëri e bëjmë. Nuk mund ta mohojmë këtë pjesë që preferojmë të mbyllim syt, se nuk dojmë ta prishim atë rahatin edhe ta trazojmë veten edhe të frigohemi edhe nësi frigohet viktima. Do me thënë, kemi pak ato tiparet egoiste në vete, që më shumë e duam rahatin tonë, se sa të shojmë dikë të jetë mirë. Me që jemi tek rrjetet sociale, të ndalim këtu edhe pak, disa tiparet të një dhunuesi janë edhe xhelozia, inati, dhe gjitha këto karakteristika që është shumë lehtë ti marrësh nga rrjetet sociale për partnerin tënd, të them. Rast e kam dëgjuar vazhdimisht që partneri ka xhelozu se un kam postu një foto, se dikush më ka bë follow, xhelozi kështu të përditshme. Të tilla raste ndikojnë domosdoshmërisht besoj edhe në dhunë, çojnë. Kam dëgjuar edhe unë që prej rrjeteve sociale ka përfunduar në rrahje brutale mes partnerëve. Sa ke parë të ndodhin këto raste? Shumë janë. Diçka që e kam hasur shoqërinë tonë është ajo se në moment që bëhet bashkë me një person, femrat, i fshin djemt e klasës, më thjeshta, ose nuk veshën si janë vesh më herët, ose, do të thonë këto. Edhe kur e pyet pse po nuk don. Okej, po ti aja ashtu të ka desht, do të thonë ashtu të ka pa, edhe ti tash po e kufizon veten, edhe ajo që e kam pa është se sikur i frigohen kompetencës. Se ndoshta del një person më i pashëm, themi, edhe femra në fjalë e pëlqen atë dhe është një lloj vetvlerësimi i ulët. Një mashkull që e ka vetvlerësimin e ulët frigohet prej këtyre seneve që çka nëse e dashura ik prej dore dhe shkon e zgjedh një person tjetër. E kjo lloj vetvlerësim të ulët edhe mos menaxhimi i emocioneve, mos menaxhimi i shëndetshëm, sjell deri te dhuna, që është shumë aktual, e kemi pa dhe vazhdojmë ta shohim hiç më lart te shoqëria jonë, që i dim edhe ndoshta jemi shumë kundër edhe vazhdimisht ju flasim që nuk është në rregull kjo që po ndodh, po aja lajm dashurisë ose nuk e di nevojës për të pas dika një që i pranojmë këto sende dhe i përshtitem edhe vazhdojmë. Se si e gjithë kjo buron prej rrjeteve sociale, prej diçkaje që e ke në telefon, që na është bërë jeta jonë. Më shumë jetojmë për atë pjesë sa për jetën tonë. Njëkohësisht, sa ndikon krahasimi me jetët perfekte të tjerëve që i shohim në rrjetet sociale, e krahasimi që ne vazhdimisht e bëjmë? Po shumë jashtëzakonisht shumë e pashëndetshme kjo pjesa e krahasimit, se e kam potencuar edhe një herë më herët që jemi krahasu prej fëmijërisë. E ka marrë pesë, ti nuk e ke marrë pesë, është vesh më mirë, ti nuk e vesh më mirë, edhe ne jemi ushqyer në këtë mënyrë. Edhe ne si popull, ne nuk dim të funksionojmë pa u krahasu. Por ama, kur krahasohesh vazhdimisht, edhe ti këtë e merr sikur pjesë shumë normale, edhe nëse ti nuk krahasohesh, ti ndihesh sikur nuk e të bëj diçka si duhet. Se është kjo që ne aq shumë krahasohemi, aq shumë jemi sikur ngara me njerëz tjerë, saqë harrojmë kush jemi ne. Do të thonë, ne edhe për atë nuk kemi kohë për tjerë. Jo që realisht nuk kemi kohë, po aq shumë jemi të fokusuar të garojmë me cilin do qoftë, garojmë, edhe harxojmë komplet energjinë tonë, harrojmë komplet kush jemi ne, edhe pastaj ndodhin këto sende.
po ndodhi se ne nuk i kemi ato kufit që të them, okay, unë këtë e pranoj, këtë nuk e pranoj. Se unë nuk e di realisht kush jam. Unë nëse vazhdimisht e kam krahasu vetëm me tjertë, edhe e kom leju tjertë të më krahasojnë mua me tjertë, nuk preson mos ta lejoj dhunën. Se po nuk e di çka duhet dhe kush jam edhe çka preferoj dhe çka jo. Se jemi krahasu fillimisht prej prindërve, edhe kur vjen na krahason themi fejuari me ndonjë vajzë tjetër, ti bësh flok si ka ajo, se kështu me radhë nuk e shohim si diçka alarm, e shohim si diçka normal. E kur ne marrim ta krahasojmë partnerin me dikë tjetër, atëherë ndodh konflikti më i madh. Lejojmë të na krahasojnë, po ne nuk guxojmë ta krahasojmë. Edhe këtu ndodh ajo lufta ose ai shpërthimi që ndodhi në familje. Kjo është një shkak që vjen prej rrjeteve sociale, po aq shumë është normalizuar kjo pjesa që edhe ne vetë krahasojmë veten. Edhe ne vetë kemi ul vetvlerësimin ton duke u krahasu vazhdimisht. Shembull e shoh unë, supozojmë një vajzë dhe them, ti ishte partnerim, sigur do doje dukesh kështu. Edhe unë vetë e fus veten me një cikël hala pa ardh personi tjetër me ma thonë. Edhe kur vjen personi tjetër edhe vjen mu me këtë informat, unë e pranoj shumë normal. Është një fiks ashtu. Cilat janë disa prej shenjave paralajmëruese në një familje që mund ta shohim se është në rrezik për dhunë? Kjo është një pikë shumë sensitive se janë shumë që shifën. Do me thonë, nuk mund të themi që nuk e kanë pasë. Në moment që personin fjalë të kontrollon, e kontrollon telefonin, se këto janë më aktuale, e kontrollon telefonin, e kontrollon kanë e ke follow, kanë nuk e ke follow, ku del me kanë del, çka ban, ajo xhelozia e teprume. Edhe diçka që është shumë e rëndësishme edhe kjo pjesa e izolimit. E izolon prej shoqërisë. Nuk ke nevojë ta kesh atë që më ke vetëm mu. Kjo është një lloj manipulimi që përdoret vazhdimisht. Nuk ke nevojë për shoqërim, ke mu, më ke familje, më ke shoqëri, më ke gjithçka. Edhe personi automatikisht shkëputet. Edhe ti kur shkëputesh, kjo është proces, nuk do të mrena 2-3 javë, kjo është me vite. Personi aq shumë izolohet saqë nuk ka edhe ku të kthehet, se i ka humb kontaktet me krejt. Këto janë disa pika. Pastaj është kjo pjesa që nëse një person ka frikë për partnerit vetë, dhe kjo është një alarm. Personi duhet gjej paqe te personi tjetër, jo frikë. Këto janë ato pikat që janë shumë e rëndësishme që duhet ne si shoqëri të mundohemi të detektojmë. Janë shumë, ka edhe shumë më shumë, po këto janë ato më dukshmet. Si ndodh që këto situata shpesh herë nuk zbulohen me kohë? A është fakti se neve si shoqëri jemi mësuar që t'i pranojmë këtë situata, ose të presim se do bëhet më mirë? Kjo pjesa pse nuk duken, nuk është, ndoshta është edhe të normalizimi që ne e bëjmë. Ne si shoqëri jemi mësuar ta normalizojmë dhunën. Për fat keq, ka shumë alarme që ne vetë si shohim çdo ditë, po kur bisedon e mbaj mend tash më kujtu një rast si fëmijë, gratë kur bisedojshin, edhe supozojmë njëra ka tregu për ndonjë dhunë që i ka ndodhur, ndonjë ndëshkim fizik më tragjikja, edhe gratë tjera kanë kthyer, kanë thonë po normal është këtë na ka ndodhur, nuk është asgjë. Bile e mbaj me një rast gjyqja tregonte që në kohën, domethënë kur ajo është martu, nana vetë i ka thonë që burri vitin e parë të martesës teston. Domethënë të maltreton fizikisht, psikikisht, për me të pas aje grua e vyshme, që është alarmante. E kjo, do me thonë, ka vazhdu me dekada. Edhe kjo pjesa që hesht mos fol, çka do thënë tjertë. Kjo është trigger. Çka do thënë tjertë. Edhe vajza, ose femrat, ose kushdo qoftë, aq shumë i mbjellet kjo pjesa në kokë që mos ta njollosi emrin e prindërve, e vëllezërve, kështu me radhë, dhe ato vazhdojnë të heshtin. Edhe kjo pjesa e normalizimit që e potencova, gratë në shoqërinë tonë aq shumë e ka normalizuar dhunën, edhe e zajnë sikur diçka shumë thjeshtë që edhe fizikisht kur e ndëshkon fëmijën, e zajnë shumë normal. Me një bashkëmoshatare e bisedoja para disa viteve dhe më tha, po krejtve na ka ndëshku fizikisht, nuk është dhunë ajo. Është diçka normale. Edhe unë aq shumë u pata çuditë, thosha jo dhunë është. Do me thonë, edhe gjenerata jeme janë shumë normal, shumë okej janë me këtë pjesë. E kjo e vështirëson te viktima, se viktima thotë, okej tash, a është dhuna, a është thjesht ndëshkim fizik. Edhe nuk e merr guximin ajo që ta raporton rastin, se mendon që është ndëshkim fizik, është normal. Po nuk është normal, kjo është alarm. Po ne si shoqëri, mentaliteti jonë aq shumë e ka normalizuar këtë pjesë që është për të ardhur keq se çka po ndodh me fatkeqësi që po ndodhen.
Shumë e vërtet kjo. Çfarë mund të bëjnë individët për të menaxhuar më mirë emocionet e tyre? Vazhdimisht flasim për këtë pjesën emocionale, sa e rëndësishme është të kontrollohet, si arrihet deri aty. Shumë një pikë e mirë. Për me arrit me menaxhu emocionet e tona është diçka që pak a shumë o dashta kemi të mësuar prej fëminis, po për fat të keq, 90% që nuk kena ditë si të menaxhojmë emocionet e tona. Ka shumë teknika që unë për veti i përdorin në terapi, një ndër to që këtë e thamë sa herë, kjo pjesa e teknikës e frymarrjes. Në moment që e sheh veten që je shumë nervoz ose je shumë e mërzitur, merr frym thellë dhe ndalo. Thjesht ndalo. Një studente e mbaj mend ishte dhe më tha, e kum praktiku këtë edhe si isha tu ecë tu vrapu u ndalsha. Kemi nevojë thjesht ndalim edhe ta kuptojmë se çka po ndodh me neve. Aq shumë jemi tu vrapu sa që nuk e kemi as idenë pse jena nervoz. Veç ndalesh edhe merr frym. Ka teknikat frymarrjes lloj-llojshme, merr frym 4 sekonda, mbaje 4 sekonda, nxjerrë 4 sekonda. Kjo për fëmijët është ideal. Tek meditimi është shumë i mirë. Ka libra aq shumë rreth këtyre sendeve që shumë persona e kanë tabu të shkojnë psikolog, mos shko. Merr një libër lexoje, ndoshta ki diçka që mëson prej aty. Flasim me njerëz tjerë, ti normalizojmë diskutimin për emocionet e tona. Nuk është kur gjë me dal, me diskutu për të kanë zgjedhë prej pune, je shumë i mërzit, del fol. Nuk ki nevojë ta mbajsh mrena ta akumulojsh se plasën format ndryshme. Ajo autoagresiviteti që e bëjmë ne, kritikën që e kena vazhdimisht të vetja, e kritikojmë atë shumë vetën që nuk kemi asnjë pikë dëmshurie për vetën, që po t'ishte personi joni afërt e kishmi bot njëjtën, nuk besoj. Kemi nevojë shumë ta mësojmë dëmshurin për vetën. Pak dashuri për vetën. Hiç më shumë, të bëjmë hobi. Gjej diçka që ti pëlqen ta bësh, diçka që prej fëminisë ke dash ta bësh që nuk e arrit me bë. Bane tash. Kiç këto, nëse ka pak i bëjmë, me dal me ecë ose nuk e di. Ta dëgjojmë një muzikë, arrim të rregullojmë emocionet e tona. Nuk është rocket science që thonë, është diçka shumë e thjeshtë. Vetëm duhet ta lipim edhe e gjejmë. Është shumë e vërtetë, sidomos kjo pjesa që përmende puna e frymmarrjes. Se e kam testuar, e kam provuar, e di edhe vetë si është. Ndalesh, funksionon, e vrej që funksionon, po diçka tjetër që e kam vrej që përmend edhe ti është ky shpërtimi që i kemi shpeshherë. E kam vrej që kur jam e tensionuar dhe stresuar dhe jam keq edhe nën presion, e mbaj për vete, po në momentin që shkoj në shtëpi, aty shpërthej. Aty ndjehet, aty edhe mendoj që kjo si vjen edhe si pasojë të gjithë asaj se duhet të dukemi mirë para të tjerëve. E më pas aty në shtëpi, vendi sigurisë. Vendi sigurisë edhe shpërthen shumë lehtë. Si thonë ato nuk kanë edhe ku të na çojnë. Shembull familja aty mund t'i shpreh krejt emocionet se familjarët nuk kanë, as nuk mund të të hudhin, as nuk s'kan çka të bëjnë, edhe aty e gjejmë atë lirin t'i shprehim këtë gjendjet tona. Edhe një diçka që e përmende për këtë pjesën e shpërtimit, unë të fëmijët e praktikoj zakonisht këtë që nxjerrë, po jo të njerëz të objektet. Diçka që e përdori shumë është kjo pjesa jastikut. Merri bjeri jastikut, nxjerrë nervozën aty. Nuk ki nevojë ta shpërthesh te personi. Edhe pse ndodh, është shumë normal, jemi njerëz, po të mundohemi të paktën gjejmë mënyra tjera se si i katalizojmë edhe i nxjerrim këto, jo të njerëz, se lëndohen. Ka ta kthesh, janë njerëz të tonë që nuk dojmë t'i thejmë, po në fund ditës shpesh ndodh që edhe i thejmë. Kjo është me keqja, se pikërisht ato e gjejmë atë rahatin, edhe shpeshherë këto sjelljet abuzive që i ka njerëzit ndodhin si pasojë e rahatisë që e gjejmë, se siç e the edhe vetë, janë të tonët edhe s'kan ku na çojnë. Kur është momenti kur individët duhet të jenë koshient se duhet kërkuar ndihmë profesionale? Nuk shkon me frymarrjen që praktikon, nuk shkon me këto gjërat të përditshme që mundohesh ta qetësosh veten. Kur është koha për ndihmë profesionale? Zakonisht nëse marrim dhunuesit, ato shumë rrallë kërkojnë ndihmë. Për fat të keq. Është kjo pjesa se një person që ka shpërthim emocionale e shef që po bën diçka gabim, se ndjehet në faj më një herë pas. Edhe shumë të në rasteve dhe fillojnë çaj, nuk deshta, gabova, ajo kjo, edhe në ato momente nëse personi ose viktima i thotë që është shumë edhe ki nevojë për ndihmë, është ai momenti më sensitiv që ndoshta hyn ndonjë llaf në vesh. Persona tjerë e kanë shumë më të lehtë ta kërkojnë ndihmën se sa dhunuesi. Sepse sado që nuk i mbroj, po është kjo pjesa që duhet ta kuptojmë edhe atë se çka po ndodh te dhunuesi. Se në 90% në rasteve dhunuesi ka ndonjë çrregullim pa diagnostifikum. Ka diçka që po ndodh aty që e sjell deri te kjo se një person tipik nuk e bën një gjë të tillë.
Nuk bën është njerëzore. Nuk është njerëzore, fiks. Nuk e bën këto lloj tragjedi që po ndodhin. Ka diçka që ndodh aty, është ndonjë traumë e fëmijërisë. Është diçka shumë më e thellë nga ajo se çfarë duket. Nuk e arsyetoj, prapë potencoj këtë pjesë, po është me rëndësi të mundohemi ta kuptojmë edhe psikologjinë e dhunuesit, që dim si t'i ndihmojmë. Për t'i ndihmu është shumë e vështirë, se nuk është sikur t'i ndihmosh një person që nuk ka çrregullime ose nuk ka diçka shumë të tillë, është më e lehtë kërkoj ndihmë se sa një person që është dhunues. Është një temë komplet në vete, që është shumë më e thellë, edhe është edhe më e komplikuar, se është edhe trigger për njerëz tjerë, se mund thonë, po okay, tash unë jam dhunues ose unë jam psikikisht i sëmur. Jo më doja mos është ajo, se është edhe kjo pjesa e të mësuarit prej fëmijërisë, është një sjellje që e kanë mësu, edhe në këtë mënyrë e marrin. Nuk kanë pa më mirë, po bëjnë kështu. Për fat keq. Ka shumë faktor, si mund të arrijnë deri te ndihma këto persona është pikë pyetje, se në raste që nuk ndihmojnë teknikat e frymarrjes, nuk ndihmojnë këto sende, psikolog ose psikiatri është opsioni, po sa do shkojnë deri aty, ajo mbetet çështje në vete. Elif, ti vazhdimisht je në kontakt me viktimat, të them, me ata që vinë tek ti të kërkojnë ndihmë dhe t'i ofron ndihmë sigurisht. Po sa ke parë të pranishme institucionet tona, si janë pjesa më e rëndësishme, ndoshta se jo gjithmonë arrihet me këtë pjesën psikologjike, shpeshherë ligji kryen punë shumë më mirë. Sa ke parë të funksionojnë siç duhet institucionet tona për të ardheri tek parandalimi i këtyre rasteve, se domosdoshmërisht kur të tilla raste nuk i marrin në dorë siç duhet, t'i ofron diçka edhe më shumë dhunuesit, se ka lirinë të veprojë. Institucionet janë një faktor shumë të rëndësishëm. Domethënë ajo ka disa etapa që do t'i kaloj viktima për të arritur deri te ndihma adekuate. Ajo që kam hasur kohëve të fundit është se ose nuk jepet ndihma deri në fund ose nuk jepet në kohë. Për fat keq, është edhe është kjo një ndër faktorët, po edhe se ligji ekziston, po sa vendohet në zbatim atë pjesë nuk e di. Nuk mund të themi që institucionet e tona nuk bëjnë asgjë, se rastet e viktimave janë raste shumë sensitive edhe është proces në për cilën ato kalojnë dhe mbeten shumë private dhe shumë të mbyllura. Domethënë ka shumë raste të viktimave që kërkojnë ndihmë, e arrin ndihmën, po mbeten komplet të mbyllura për shkak të mirëqenies të viktimave dhe fëmijëve që janë sigurisht. Po fiks, edhe sigurisë. Edhe ato janë raste të izoluara. Nuk mund të themi që nuk arrin ndihma, po ka disa raste specifike që nuk e arrin deri në fund ose në ndonjë fazë, ose ajo shkon institucion në institucion, e ndonjë institucion nuk e kupton seriozitetin e punës, edhe këtu çalon edhe këtu ndodhin fatkeqësitë. Sigurisht. Siç e them, nuk do të thonë që nuk është e thanë që nuk arrihen ose nuk po bën institucionet e tona asgjë. Thjesht diku ndoshta kanë çalu situata edhe ka arrit rezultati ku ka arrit. Mundohen besoj ta bëjnë punën, po ka shumë raste edhe është edhe kjo mentaliteti i viktimës që e kërkon ndihmën pastaj stepet. Kthehet prapë te dhunuesi. Ajo sindroma e Stockholmit që dashurohesh të dhunuesi. Kjo është një faktor. Domethënë ka aq shumë sende se nuk mund të themi që institucionet i kanë fajet. Edhe ne kemi fajin ton. Ne si shoqëri, nuk mund të themi që vetëm institucionet. Janë shumë sende që mblidhen edhe ndodh çka ndodh. Elif, cili është mesazhi jot për të gjithë familjet që momentalisht po kalojnë periudha të vështira, edhe çfarë këshilla konkrete do t'i japësh sot të gjithë të rinjëve që duan të ndërtojnë marrëdhënie më të shëndetshme, se neve të rinjtë kemi në dorë tash ti ndryshojmë këto ciklet edhe mënyrën e jetesës, ti thyejmë sadokudo këto barriera. Do filloj prej te kjo të rinjt, pastaj do dalte mesazhi. Është shumë me rëndësi se si në çfarë ambienti rritet fëmia, në çfarë ambienti i rrit ne. Mënyra se si babai e trajton nënën, në atë mënyrë djali do t'i trajton femrat në jetë. Në çfarë mënyrë babi e trajton nanën edhe e sheh vajza atë lloj sjellje do e pranoj prej meshkujve të tjerë. Domethënë baza prej aty fillon. E ne duhet jemi të vetëdijshëm se çfarë sjellje kemi marrë prej fëminisë e të punojmë me këtë pjesë. Nëse unë shoh që kam sjellje toksike që i kam marrë prej fëminisë, është mirë t'i punojmë para se të gjejmë partner. Që thonë disa, e mirë është këtë të rinjt mi vëndu me një test që a e kalojnë testin, a mund të martohen nëse jo. Është edhe kjo që duhet jemi të pavarur. Qof femra, qof meshkuj, që nëse ndodh diçka e tillë në jetë, se nuk është e thanë me që mos t'i ndodh askujt, të jemi të pavarura që të mund të ecim para. Se të nanat e tona ajo që është has shumë është që
kanë hesht për hir të familjes, që mos ta dajnë fëmijën prej babës, që është gabimi më i madh sipas mendimit tim, se fëmia më mirë rritet me një ambient me prind të ndarë, po vetë qetë, se sa me një ambient ku prind janë bashkë, po ka haos edhe frikë edhe trishtim çdo ditë. Se nuk e ruan mirëqenien e fëmijës, nuk e ruan shëndetin mental të fëmijës, se ai fëmijë, nëse po, okay, sot për sot është okay, po nëse ai fëmijë rritet, ku do përfundoj, se dhunuesi jep dhunues tjerë një jetë. Pastaj ka lloj-lloj kahje që mund të merr persone. Depresionet, ankthët e ndryshme, këto krejt vijnë prej aty. E nëse ne arrim këtë pavarësinë financiare, sidomos, nuk i tolerojmë këto sende. Të paktën mendoj unë. Mesazhi im është kjo që nanat nuk duhet heshtin për hir të familjes. Më mirë një fëmijë me prind të ndarë e i qetë, se sa prind bashk e me dhunë. Elif, të falenderoj shumë për të gjitha këto që të deri më tani, është gjithmonë shumë kënaqësi të bisedoj me ty. Faleminderit për kohën. Shikues të nderuar, neve këtu do ta përmbyllim edhe këtë emision, duke shpresuar se diçka nga të gjitha këto që i tha Elifit t'ju ketë ngelur vat në vesh. Pas pak kemi edicionin informativ të orës 16. Mirupafshim.